Mirëmëngjes dhe tani ora letrare. Do t'ju lexoj një fragment nga romani im i ri, Motra e Madhe. Po më priste zgjuar, si gjuetari në pritë të gjahut. Mua kështu më duk, kur mi nguli sytë sikur do më përpinte të gjallë. Drithërima filloi nga brenda gjoksit dhe u përhap në gjithë trupin. Për herë të parë mu shfaq kjo drithërim. Jo, nuk ishte pikë ngjashmërie me drithërimin që pata në takimin me princin tek guva e përojt. Gjë që më trembi, më shtangu për një çast, pa mundur të ithja hapat dreshtratit. E vetmja gjë që munda të bëj, ishte lutja ndaj Zotit për të më sjellë në vete, për të kryer detyrimin tim si grua ndaj vetes dhe burrit, në natën e parë të dashurisë me të. Duart padukshme ma zhveshën robdeshanin dhe e varën tek varsja prapa portës. Njëra dorë e padukshme kapi dorën time, sikur të isha fëmijë dhe më tërhoqi dreshtratit. Antoni kapi cepin e mbulesës, duke larguar për poshtë të krevatit, dhe më bëri shenjë me dorë të shtirihesha pranë tij. Përsëri komplimentin, sa e bukur je, dhe papritur u hodh mbi mua, sikur të isha gjahu që përpelitet për tu shkëputur nga çarku ku ka rënë. Ç'të them, që mos e thënça, por duhet ta them se nuk duroj dot ta mbaj brenda. Po të mos kishte ndodhur ajo që ndodhi me princin te guva e përojt, nuk do flisja me këtë gjuhë. Do mendoja që kështu ndodh mes çifteve kur bëjnë seks. Buri i hip gruas dhe bën atë punë. Jo se isha ndonjë e humbur, e paparë, sepse diçka kisha lexuar në romane, diçka kisha parë në filma, por prapë, me naivitetin tim, do thosha se kështu ndodh për herën e parë me burrin. Me burrin si për meje nuk dija ç'të bëja. Ai shfaqi një uri prej ujku, me gojën e tij mbi gjoksin tim dhe pa durim prej mashkulli të ndezur me duart e tij, që pa bukurinë dhe lezetin e lëdhatimit i uli poshtë barkut tim dhe merret me mend çfarë bëri. Rënkonte një lloj si gërhitja e natës së parë. Mundoi dhe djersinte, sikur po i binte kazmës dhe kur erdhi në formë, më shtrëngoi aq fort sa më zu fryma. Klita nga dhimbja që ndjeva poshtë barkut. U shkëput me njëherë nga unë, u shtri si triumfator, u kthye nga ana tjetër dhe shtypi butonin e abazhurit. Kaq ishte për te. Nuk ishte kurioz për virgjërinë time. I thash të ngrije nga vendi për ta hequr dhe parë çarçafin, me dëshminë e virgjërisë sime. Ha, akoma me këto zakone arkaike, në cilin shekull jeton? Sa më vrau dhe zhgënjeu me këto fjalë. Do me thënë, unë isha prapa kohës. Më bëri të ndihem keq. E huaj, si një qenie që jetoja jashtë kohës dhe realitetit. Guzova dhe e pyeta. Anton, të lutem u përgjigj. A më do sa do pak? Ç'është kjo pyetje naive? A nuk je groja ime? E kot të vazhdoja. E mora përgjigjen. Përgjigje më të idhur, zor ta ke dëgjuar ndonjë grua tjetër nga burri i saj në natën e parë të zhvirgjërimit. U hodha në tjetër problem dhe merak timin. Më ke dhënë fjalën për vëllain, se mos harrosh, mos ki merak, tha dhe hodhi supeve mbulesën. Pas pak sekondash, e dha sinjalin e gjumit përmes gërhitjes. Bëuni kuriozë për vazhdimin, po dhe për përpara se çfarë ngjarje ka. Motra e Madhe.